ato pare. Po, në shumicën e veneve në botë, jo veç të na, kjo thuj se është e pamundën. Se është e pamundur tek ne? Tek ne, për shkak se nuk jena një ekip e cila mirët, s'është e përgaditun që me marrë me këtë punë, nuk din me i përdor resurset që kripto i ofron për gjurimimin e transakcioneve, edhe deri tash të bazu tek skemat piramidale tjera, nuk ka pos një iniciativ prej prokuroris ose qeveris që me u morë dhe me u hetu këto, se na nuk përflasim për shumë atë vogla, në menoj që me i mbledh krejt skemat piramidali që ka ndodhë veç brenda 2 viteve, ka lënë edhe shifrën miljardë. Sa mendoni që në këtë rast ka humbje të investitorëve? Nuk kom pa ndonjë raportim, po sigurisht e ka lënë 100 milionësh. E kalon 100 milion euro, vetëm në rastin e Pizhjellit. 100 milion euro i kanë investu kosovarët, thoni? S'po thëmë veç kosovarët, ka dhe prej rajonit që kanë investu, kështu që e kalon pa problem. Ka, për shembull, me përmen, Bikomerci, ka pos investime dhe më të mëdha që u konë skem piramidale. Dhe a ka ndonjë analizë që mundeni me konkludu nëse ky mashtrim ka nis prej brenda territorit, ose prej rajonit, ose prej diku më larg? Qysh funksionojnë zakonisht? Zakonisht mirën shembuj. Dikon është të funksionu një platformë e tillë, mirë shembull i njëjtë veç aplikohet në trojet tona. Unë e bona një research sot, edhe por që një kompani me konceptin e njëjtë funksionon në Amerikë, që quhet NSSC, komplet koncepti i njëjtë. Çka u bë këtu, marrë veç çaj koncept edhe u apliku këtë. Sigurisht, që përderisa kanë ditë me ju qasë masës të na, edhe krijues të platformës, sigurisht shumica prej tyre janë shqiptarë. Janë shqiptarë, supozoni që janë shqiptarë. Edhe të skemat e kalume, thuhet që krijues kanë qenë shqiptarë. Mirë, ky është biznes me trotinet elektrik që lëshohen me qera, po ju tha që janë 7 në 2 vjetët e fundit. Në çfarë sektori kanë qenë? Shumica janë kanë që ti me pagu për me ofru shërbime, si të rasti i trotinetit, te ke ble trotinetin edhe tjerë te kanë shfrytzu trotinetin tënë thojza edhe ti ke fitu për shkak se ai për shfrytëzon trotinetin tënë. Për shembull, një skem piramidale tjetër kanë me këshyr video, me bë vjusa, në bos që aty në fshikimeve ti e shpërbly me një shumë këgja të madhe që as YouTube nuk pagun as i shumë. Kështu që me u kthyt ajo në fillim që e thash, shumica e njerëzve që marrin pjesë në këto skema janë të vetëdijshëm se ku po hyn. Plus, shtoj kësaj se hyn atëherë. Hyn është motivi. Hyn sepse e din që mund me fitu e para, është mundësia për me fitu, që është mundësia edhe për me hub, edhe e dyta është pare e shpejt. Edhe normalisht në trezi financiare dhe në rast të tilla, lakmia e luan rolin e vet. Edhe te ky rasti i Pizhjellit, edhe te raste tjera ka pas paralajmërime prej njerëzve të fushës mjaftueshëm sa me vedisu komplet popullin ton që me ju ka zgjuar që këto janë skema piramidale. Mirë po, apet po e përsëris, është lakmia ajo që këta i shtyjnë për me hinë në këto projekte, sepse janë 100% vetëdijshëm se çka është të u bëhet. Dhe kjo lakmi thoni që shkakton humbjen e 1 miliard eurove, siç e thotë në lakmia në trezi financiare ka shkaktuar humbje më të mëdha se sa depresioni i madh. Kështu që është sani që njerit vazhdon edhe ka me